Përshëndetje. Në këtë video të shkurtër do të shtoj disa pyetje, sikurse do jap dhe atë vizionin tim për ato çka kemi mësuar në shkollë, cilët kanë qenë lëndët e preferuara dhe sa mbaj mend neve nga ato që kemi mësuar në shkollë. Edhe sa të dobishme kanë qenë gjithë ato vite, gjithë ato lëndë, gjithë ato orë të ulura në drasat, në bankat pedrasash, në karike pedrasash, në tavolinë pedrasash, me orë të pafundme, pa numërte, me vite me radhë që kemi harxuar. Sa të dobishme kanë qenë ato për jetën tonë të sotshme, për shembull, në moshën madhore. Ato të më intereson me të vërtet, megjithëse unë kam pak a shumë një përgjigje, një ide, duke nisur nga vetja ime, të paktën për shembull, lëndët që mua më pëlqej, që më fjalë që i beja me gjithë shefeve, ka qenë fiskultura, por nga çmaj mend dhe nga shoqëria këta, më fjalë fiskultura ka qenë nga lëndët më të para. Pastaj ka qenë muzika dhe vizatimi. Këto kanë qenë tre lëndet më të ashtuja që më tërhiqnin mua dhe sikurse edhe shumë nga klasa. Megjithëse për shembull vajzat nuk ishin aq të prirur, kishte, më fjalë, por jo të gjitha, më fjalë jo në shumicë ishin të prirura për fiskulturë, për gjimnastikë këtë, ishin më shumë për muzikë ose për vizatim. Po megjithatë, më fjalë, këto ishin tre lëndet më të ashtuja. Dhe kur kam qenë i vogël, për shembull, më shumë më tërhiqte dhe i pata shumë pasion, më fjalë, të mësoja fjalë shkrimin. Se për të folur flisim gjuhë, po duhet edhe ta mësonim shkronjë dhe ato germat, më fjalë. Ajo pati tërhequr dhe sikurse edhe matematika, tabela e shërbëzimit ande, dhe pastaj më vonë filloi po bëhesh e padurueshme, duke kaluar vite, se sikur nuk kishte me kuptim, sikur nuk më interesonte, por jo vetëm në mua, në shumica. Edhe s'kishin më fjalë, edhe nuk kuptoheshin me. Po megjithatë, për këtë do mund të flas edhe në herë në video të tjera për të cilat po përgatitem dhe po përgatis video, për shembull, që të marrim ne një farë, ta marrim vendin në dorë për fëmijët tanë, që të gjejmë mënyra si t'i ndihmojmë që mos digjen edhe ata si puna jonë, ose të mos mësojnë edhe ata, më fjalë, gjëra që nuk kanë për t'i mbajtur mend kur të rriten, si puna ime tash, nuk e di me juve, prandaj do doja edhe përgjigjen tuaj. Edhe të mësojnë gjëra që do nevojiten dhe që do jenë të dobishme në moshën madhore. Sepse shumica mbarojnë shkollën, dalin nga shkolla, më fjalë, shkojnë në moshën madhore, mbarojnë shkollën, tash jam gati për jetën, edhe nuk din të gatuajnë, apo nuk njohin natyrën, nuk njohin veten në radhë.